Shqipëria po përjeton një valë të re emigracioni me rreth 100.000 shqiptarë që kalon vendin vetëm në 2 vitet e fundit. Sipas Eurostat, në vitin 2023, rreth 49.000 shqiptarë që emigruan drejt vendeve të Bashkimit Evropian, një shifër e ngjashme me atë të vitit 2022. Këto të dhëna nuk përfshin emigracionin drejt Greqisë, një nga destinacionet kryesore për shqiptarët. Krahasuar me vitin 2015, kur emigracioni nga Shqipëria drejt Bashkimit Evropian ishte rreth 44.000 persona, ritmet e largimeve sot janë më të larta. Ndryshe nga vala e mëparshme, kjo prirje nuk reflektohet më në kërkesat për azil. Në vitin 2023, aplikimet për azil nga shqiptarët në Bashkimin Evropian ranë në 9.145 nga 65.000 që ishin në vitin 2015. Kjo tregon se shqiptarët po largojnë kryesisht përmes bashkimeve familjare dhe kontratave të punës. Italia mbetet destinacioni kryesor duke pritur 30.000 emigrantë shqiptarë në vitin 2023, ose 62% të totalit. Ky vend fijon të tërheqë si familjarët e emigrantëve ekzistues, ashtu dhe të rinj në kërkim të mundësive më të mira. Më shumë se gjysma e shqiptarëve që emigruan vitin e kaluar ishin nën 34 vjeç. Gjermania është destinacioni i dytë, me rreth 14 deri në 15.000 emigrantë në vitet e fundit, kryesisht të rinj që kërkojnë punë. Kroacia gjithashtu ka tërhequr mbi 1.000 shqiptar, veçanërisht në sektorin e ndërtimit dhe turizmit. Numri i emigrantëve shqiptar mund të jetë edhe më i lartë, pasi Greqia nuk raporton të dhëna. E në total në vitin 2023, Bashkimi Evropian regjistroi 4.3 milion emigrantë nga vendet jo anëtare.